Horoskopi ditor e hënë 26 janar 2026. Dashi, në çfarëdo situate të jeni gjatë kësaj dite, nuk duhet të besoni verbërisht tek askush, sado mirë të njihni personat. Nëse jeni në një lidhje, falëmbështetjes që do t'ju jap Mërkuri në planin sentimental. Marrëdhënia juaj me partnerin do të fillojë të stabilizohet. Mund të ketë edhe ndonjë rizgjim të rrufeshëm të pasionit. Ju beqarë do të keni takime mjaft të bukura. Përfitoni sa të mundeni sepse mundësit të tilla nuk vijnë gjithmonë. Në planin profesional duhet të ruani marrëdhënie të mira me kolegët sepse në një moment ata do t'ju duhen për të hedhur hapat para. Ndryshime pozitive do të ketë edhe në planin financiar. Do të jeni më të përgjegjshëm për shpenzimet që do të bëni. Demi, sjellja juaj gjatë kësaj dite do të përcaktojë edhe vimësinë. Tregoni më realist, por mos besoni verbërisht te askush. Mbani përerë një hije dyshimi. Për të dashuruarit priten momente të qeta, shfrytëzojeni ato për të reflektuar mbi të ardhmen. Nëse ju kanë mbetur pezull disa probleme, duhet të mundoheni t'i zgjidhni. Ju beqarë do të keni një ditë të mrekullueshme, takimet do të jenë të shumta dhe mund të krijoni edhe një lidhje të qëndrueshme. Në punë, mungesa e realizimit dhe pavendosmëria mund t'u pengojnë për të ecur përpara. Ndryshoni sa pa qenë shumë vonë. Për financa do të jetë një ditë jo ndryshe nga të tjerat. Mos shpenzoni shumë, por hiqni ndonjë lek minjan. Binjakët, gjatë kësaj dite mund të lindin probleme vetëm nëse ka mungesë komunikimi. Bëni të pamundurën për të pasur një jetë sa më të mirë. Për ju të dashuruarit do të rikthehet entuziazmi. Nëse keni kohë që jeni bashk, do e përforconi edhe më tepër lidhjen dhe do mbani më shumë përgjegjësi për veprimet që do të bëni. Ju beqarë do të jeni joshës dhe askush nuk do t'ju rezistoj dot. Përfitoni sa të mundni nga kjo ditë dhe do e shihni që e ardhmja do të jetë më e kënaqshme. Në punë nuk do të ndaleni asnjë çast së luftuari për të drejtat tuaja dhe nuk do të keni frikë nga asnjë lloj sfide. Në planin financiar do të jeni më të zotët për të menaxhuar gjithçka me kujdes. Gaforia, mëngjesi sotëm ka për të qenë paksa i mërzitshëm për ju, por pas mesditës situata do të normalizohet dhe dielli do t'ju ngrohë shpirtin. Për ju të dashuruarit pritet që dita të jetë më e mirë se sa ju mendonit. Do të kaloni disa orë të mrekullueshme dhe harmonia do të mbretërojë. Për ju beqarët ka shumë mundësi që të vi dashuria e madhe. Mos vini prita askujt, por tregohuni sa më të hapur. Marsi do t'ju ndihmojë të arrini të gjitha sukseset profesionale. Do t'jeni të gatshëm për gjithçka me Jupiterin. Do e keni gjithmonë ato mbështetje. Në planin financiar situata do të jetë e qëndrueshme. Vazhdoni sa më shumë të mundni të shpenzoni me maturi dhe kujdes. Luani, sot ndryshe nga sa e keni menduar, gjërat do të ecin më mirë, me kusht që të mos refuzoni ftesat dhe propozimet që do t'ju bëhen në çdo fushë. Nëse keni një lidhje pas një periudhe shumë të qetë që keni kaluar, situata do të fillojë të qetësohet. Ankthi dhe stresi që ju kishte pushtuar do të fillojë të largohet dal nga dal. Takimet për ju beqarët do të shtohen edhe më tepër. Flisni sinqerisht me ata që do të takoni në mënyrë që t'i njihni më mirë. Në punë do të keni ide shumë origjinale, por mos pranoni t'ja shisni lëkurën ujkut për të arritur majat. Përqendrohuni dhe reflektoni përpara se të veproni. Jupiteri dhe Plutoni do të favorizojnë financat tuaja. Virgjëresha, kujdesuni më shumë për jetën tuaj gjatë kësaj dite, sepse po nuk u kujdeset ju, nuk duhet të shpresoni të mendojnë të tjerët për ju. Nëse jeni në një lidhje, nuk do të keni as problemin më të vogël. Planetët do të influencojnë shumë pozitivisht dhe do të përforconi më tepër lidhjen që keni krijuar. Momentet e intimitetit do të shtohen. Një gjë është e sigurt për ju beqarët, dita do të jetë animuar dhe plot emocione. Në punë do të jeni shumë ambicioz, do të keni shumë arritje dhe nuk do të bëheni as pak mendjemdhenj. Kjo sjellje do t'ju çojë shumë më lart nga sa kishit menduar. Në planin financiar do të keni një strategji të mirë dhe do të vendosni gjithçka në ekuilibër. Peshorja, gjatë kësaj dite, kënaqësitë që do të përjetoni do të jenë edhe më të mëdha nga sa I keni menduar edhe vetë. Nëse jeni në një lidhje, atmosfera do të jetë elektrizuese dhe pasionante. Sot mund të merrni edhe vendime të rëndësishme sepse jeni shumë të kthjellët. Ju beqarët nga ana tjetër do të keni takime të cilat
pas pak kohësh do të marrin një kthes më serioze. Ka shumë gjasa të krijojnë edhe lidhje afatgjata. Në punë marsi do t'ju ndihmoj ta përmirësoni situatën me kusht që ju të lini pas krahve, ankthin dhe stresin. Në planin financiar do t'ju ndihmojnë disa miq dhe do t'i zgjidhni problemet që keni pasur. Më në fund do të merrni frymë lirisht. Akrepi. Asgjë dhe askush nuk do t'ju sfidoj gjatë kësaj dite, kështu që merrini gjërat me sa më shumë qetësi. Për ju të dashuruarit do të mbizotroj lumturia, vazhdoni të tregoheni tolerant dhe të bëni disa lëshime të vogla dhe do e shihni që ambienti do të ngrohet më tepër. Ju beqar do të jeni charmant dhe do të bëni për vete cilidon që ju pëlqen. Pritet dhe krijimi në një lidhje të re. Në punë do të merrni iniciativa të guximshme dhe do t'i kaloni një herë mirë pengesat që keni pasur. Do e kuptoni se çdo gjë është më e thjeshtë nga sa keni menduar. Për sa i përket financave do keni fat. Gjithashtu, kjo nuk do të thotë që ju të hidheni menjëherë në detin e shpenzimeve. Shigjetari, sido që të vinë gjërat sot, mundohuni t'ju kushtoni pak më tepër rëndësi edhe miqve. Keni për të marrë mbështetje dhe ngrohtësi pafund. Por ju që keni krijuar tashmë një lidhje, gjërat do të shkojnë më së miri. Nuk do të keni më debate si dikur dhe do të zgjidhni edhe disa çështje të mbetura pezull prej kohësh. Ju beqarët jo vetëm që do të keni fat në dashuri, por planetët do t'ju mbrojnë edhe nga zhgënjimet. Ju do të keni një ndihmë të madhe dhe do të keni edhe besim tek vetja. Do të avanconi me hapa gjigant. Disa shpenzime të nevojshme dhe të papritura do t'u trokasin dhe do të trondisin pak planin tuaj financiar. Tregoni shumë të kujdesshëm dhe të matur. Bricjapi, nëse nuk bët për vete asnjë përpjekje, mos prisni që gjërat të rregullohen gjatë kësaj dite. Nëse jeni në një lidhje, edhe pse jeta juaj do të dominohet nga rutina, do të mbizotrojë ekuilibri, nuk do të keni debate apo probleme. Ka mundësi që nëse para pak kohësh keni pasur mosmarrveshje, ta afroheni pranë atij që dashuroni. Ju beqarët nuk do të interesoheni shumë për çështjet e zemrës dhe do t'i merrni gjërat si t'ju vinë. Duke qenë se Plutoni do të ndikojë negativisht tek jeta juaj profesionale, nuk do të keni asnjë ide si të përparoni me projektin që keni nisur. Merkuri do të influencojë tek financat, menaxhojeni ato me kujdes, në mënyrë që as nesër të mos ketë surpriza të këqija për ju. Ujori, dita e sotme nuk do të jetë një nga ato më të lumturat për të cilat keni shpresuar. Nëse keni një lidhje, mundohuni ta kontrolloni veten dhe të mos tregoheni shumë agresiv me partnerin. Do të vijë një moment kur ai nuk do të durojë më. Dashuria për ju beqarët nuk do të jetë e favorizuar. Më mirë mos mendoni për të, por lërjani gjithçka kohës. Në punë ka mundësi të përballeni me disa konflikte të cilat do t'ua turbullojnë disi mendimet. Qetësohuni, merrni frymë lirisht dhe vendimet merrini në një moment tjetër. Në planin financiar do të tregoheni të matur dhe të guximshëm. Në këtë mënyrë do të kryeni transaksione të rëndësishme dhe do përmirësoni situatën. Peshqit, gjatë kësaj dite do të jeni shumë më të hapur se më parë dhe ka mundësi të ndani edhe disa sekrete që për shumë kohë i keni mbajtur të fshehta. Për ju të dashuruarit, marrëdhënia në çift do të jetë shumë e mirë, mjafton të bëni ndonjë lëshim më tepër. Do të ndjeni aq mirë sa në disa momente do t'ju duket vetja sikur jeni në ëndër. Nëse jeni beqar, duhet të bëni edhe pak durim. Do të keni takime premtuese gjatë kësaj dite, të cilat ka shumë gjasa të shndrohen në histori dashurie të këndshme. Në punë do të keni pranë hënën e cila do t'ju jap më tepër siguri për të guxuar dhe për të marrë vendime. Dijeni se çdo gjë do të jetë në interesin tuaj. Yjet do të jenë anën tuaj në planin financiar dhe nuk do të keni vështirësi.